të aktivistë që po ndjek këmba këmbës se çfarë po ndodh në spitalet shqiptare. A mund ma tregosh sikur unë të jem një fëmijë 5 vjeç, se si është situata, çfarë po ndodh në spitalet tona? Jo si një fëmijë 5 vjeç, sepse më beso që do i lija një traumë shumë të madhe për vazhdimsinë e atij individi, i cili nesër ne presin bëhet një qytetar i mirë dhe me përgjegjësi shumë. Edhe nëse ne një fëmijë 5 vjeçare do i tregonim atë se çfarë përjeton sot një person, qoftë edhe ky 5 vjeçar i vet, nëpër spitalet shqiptare, do ishte traumatike. Pse? Tregoj mënyrën se si unë jam lidhur ose jam futur brenda spitalit, në thonjse brenda spitalit. Ka qenë një detyrë kursi e shkollës, një koncert bamirësie që të ardhurat tona ne do të çonin për fëmijët e onkologjikut. Atëherë pak e kuptoja se isha, domethënë, goxha i ri, idenë që duhen lekët për ilaçet, por thoja për ilaçet. Pra janë ilaçe që s'blihen dot etj dhe nuk e kuptoja mekanizmin se ku çalonte problemi, edhe pse isha një student i gazetarisë. Vajta në atë pavion dhe pra edhe ne mbaruam koncertin, i dham të ardhurat, edhe unë vazhdova, kam bërë një koncert të dytë në sheshin Skënderbej, edhe pse shumë i vogël, nuk e di se si e kam bërë atë koncert, po zot i madh domethënë. Dhe fillova të lidhesha me fëmijët atje. Domethënë nuk mund të harroj kurrë Olsin, nuk e harroj Aldionin, nuk e harroj Zetin. Njëri 8, njëri 6, njëri 10 vjeç, nuk jetojnë sot më për shkak të smundjes, por jemi përpjekur gjatë gjithë asaj kohe ti plotësojmë dëshirat atyre fëmijëve për ditëlindje, çfarë ata kishin dëshirë, makina dhurata. Për shembull Aldioni, domethënë unë mendoja se unë isha duke ndihmuar ata në atë kohë, por me kalimin e kohës kuptova që ata po më ndihmonin mua dhe do më shënjonin gjithë jetën time. Aldioni ishte njëri i cili kishte humor të dy syt, nuk shikonte nga smundja, por ishte njeriu më energjik i mundshëm që unë kisha, pra po njihja. Ai i njihte njerëzit nga zëri. Ai kishte shumë qejf makinat, dhe më kërkonte shpesh makina, ja dërgonim makinat dhe luante me to. Nuk i shikonte, luante me to me zhurmë, kishte shumë qejf makinat që bënin zhurma të caktuara. Dhe ai djalë kishte mësuar, edhe ai shumë kohë kishte ndetur në spital, saqë kishte mësuar hyrje daljet duke mos u përplasur. Njërin sy pra nuk e kishte dhe e mbante të fashuar, kurse tjetrin e kishte protezë. Një djalë me një energji të frikshme, që thoja shpesh herë si ka mundësi ti ne në përditshmërinë tonë një gjë na ndodhi, dembelosemi, demoralizohemi, mërzitemi pafund, kurse ai person pa dritën e syve vepronte dhe jetonte ashtu. Pastaj ishte Olsi, që unë e tregoj dhe kam kujtimet ndoshta. Olsi kishte një fatkeqësi sepse nëna kishte braktisur, babai ne kishte probleme të shëndetit mendor dhe rrisnin gjyshërit. I ra dhe sëmundja, erdhi në Tiranë, ishte shumë fëmijë nevrik për shkakun se kishte hequr vetëm spitaleve. Nuk shkonte në shkollë, duart i kishte të nxjera totalisht, dhe kur vajta e takova dhe mua nuk më priti, nuk donte, domethënë, Olsi çfarë ti dëshiron, nuk donte asgjë, dhe thjesht një ditë mu tha nga infermierët aty që ty të kërkon Olsi. Unë isha në punën time, çka ka ndodhur. Shkoj në spital, Olsi më tha, unë dua të bëhem polic. Që i fëmijë 8 vjeç. Dhe nuk kishte çfarë t'i bënim, domethënë e dje që Olsi kishte vetëm 2 muaj jetë. Kemi marrë një uniformë policie të blerë, një kapele, fola me patrullën tek Ministria e Brendshme, më lejuan dhe më thanë që patjetër i tregova gjithë gjën dhe më lejuan që të merrja një patrullë të shqiponjave. E morëm Olsin, ka kaluar një nga ditët më ndryshe të jetës tij. Qofse kishte vetëm ditët spital, doli, u vesh si polic, eci nëpër rrugët e Tiranës, në një moment tha, unë dua të ndaloj një makinë.
ka ndaluar një makinë tek fillimi i bulevardit, polici që na shoqëronte vajti i dha kontakt shoferit që shiko kemi një rast të tilla na ndihmon. Gatishmëria ishte maksimale, del Olsi nga makina, shkon atje i thotë ju lutem patentën. Jepet patenta, ai e shikon dhe i thot pastaj ti do marrësh gjop sepse s'ke ripin e sigurimit. Dhe ai nuk e kishte ripin e sigurimit shoferi. Pastaj Olsi shkon pra kthehet përsëri në spital, pas 3-4 ditësh më kërkon përsëri. Dhe më kishte veta atje dhe më kishte vizituar, e kam akoma në shtëpi këtë Spider-Manin dhe poshtë kishte shkruar emrin tim dhe emrin e tij. Dhe është një nga gjërat që unë e mbaj dhe realisht kur ndonjëherë kam nevojë ose demoralizohet njeriu, shikon ke nevojë ti rikthesh këtyre gjërave për të marrë ato mesazhet e forta që të vinë nga fëmijët. Pastaj aty kuptova sepse po shtoheshin rastet gjëja në spital, ka mungesë medikamente, fillova të kuptoja çfarë po ndodh që ka mungesë medikamente. A ka ndonjë rast që nuk ka mungesë? Dhe më qelloi rasti kulminant që unë ka bërë një ndryshim shumë të fortë, ishte rasti një fëmije 5 vjeç nga një fshat i veriut të Shqipërisë, i cili mbeti pa ilaçe dhe prindërit e marrin atë vajzë për ta çuar në shtëpi për të vdekur. Nuk kishte gjë më të fortë. Ekzistonin ilaçet në Shqipëri? Ilaçet nuk mungonin. Ishin 4 medikamenta atë kohë që mungonin. E nis betejën time me një shkrim investigativ që publikova dhe një betejë frontale me ministren e shëndetësisë, e cila më pat thënë që ilaçet janë dhe unë pat thënë okay, ku janë? Sillini vini në dispozicion, po. I sigurohen medikamentet në një formë ose një tjetër, vajza kthehet, në fakt së bashku me disa persona të tjerë i kemi siguruar 1300 euro që i kemi bler këto medikamente në Kosovë. Që vajza të rikthehej dhe të vazhdonte terapinë e saj. Kosova i kishte. I gjetëm atje, në të zezë, por ama i gjetëm. Aty kuptova pastaj që prej 2 vitesh nga investigimet e mia kishte një mungesë të frikshme të medikamenteve për fëmijët që vuanin nga kanceri. Fëmijë që as nuk e dinin me çfarë po përballeshin, nga mosha 1 vjeç deri në moshën 13 vjeç që vuanin nga kanceri dhe që shteti ynë, Ministria e Shëndetësisë, i linin pa medikamente. Duhet kuptojmë diçka. Protokolli për një smur me kancer është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Pa protokoll, nëse ti i bën kimio një herë sot, një herë mot, një herë pas nesër, sipas shefit tënd, nuk ka asnjë lloj rezultati tek ai fëmijë. Protokolli është eksakt, një herë 21 ditë, një herë në një javë po, një javë jo, varet si përcaktohet protokolli, por duhet zbatuar. Nuk e zbatonin. Dhe kjo ka vëjuar jo vetëm atëherë kur unë publikova në 2022 këtë shkrim, por vijon akoma. Unë publikoj me fytyrë tashmë prindër të cilët denoncojnë përpara spitalit mungesën e frikshme të medikamenteve. I gjejnë, ndërkohë rrin fëmijët nga 2 javë, nga 3 javë, nga 28 ditë, nga 1 muaj, nga 2 muaj pa medikamente, dhe në momentin që unë ngrihem dhe i bëj këto problem, sigurohen, nuk e di si sigurohen. Si mund të sigurohen? Pse duhet sigurohen vetëm kur bërtet një individ apo një tjetër? Kur familjarët bërtasin për ditë, shkojnë tek ministria, bëjnë kërkesa tek bashkëqeverisja, shkojnë ke drejtoria e spitalit kudo dhe askush nuk i jep përgjigje. Si është e mundur? Pse vetëm e friku dashka që të sigurohen këto medikamentet? Çfarë janë këto medikamente? Janë kumlla, janë rrush, janë dardha. Çfarë janë? Janë instrumentat e vetme jetë shpëtuese për këta individ që janë fëmijë. Kryeministri ynë i dashur bën një kopësht atje që ka quajtur kopshti Eden, 4.3 milion euro. Dhe nuk ka në spital nga ana tjetër medikamente për fëmijë. Nuk ka. Dhe është alarmante. Nuk e di domethënë çfarë mund ndodhi më. Ka ndodhur një ngjarje atje në Greqi, 57 veta ndruan jetë përpara 2 vitesh në një aksident me tren, dhe çfarë po bëhet pas 2 vitesh sot në Athinë? Gjitha qytetet protestojnë, reagojnë. Kurse këtu në Shqipëri, edhe në Serbi po kështu. Edhe në Serbi po kështu patjetër. Po them për një ngjarje të forta shoqërore, populli reagon edhe pas 2 vitesh. Ndërkohë këtu çfarë ndodh? Të qëndrojmë pak tek reflektimi që ti ke, se ti tani e njeh situatën në brendësi. Nëse do, unë të mbaj 3 ditë për të folur jo vetëm për onkologjikun, sepse për onkologjikun do të them vetëm 2 fjalë. E dija që tek onkologjiku kryeshin vrasje sepse kisha çfarë më thonin familjarët.
Edhe një familjar nuk akuzon kot, thotë shiko se familjari tim i bën këtë, kishte mungesë, kishte se cila është Kur e vrasja? merr shërbimin nuk Cila ka është pse ta vrasja? thotë. Patjetër, cila është vrasja e individi që vjen nga kanceri? Lëre pa ilaçe. Lëre pa ilaçe ata individ. Kam bërë një luftë shumë të madhe dhe më zhdasho gati një vit e gjysmë që unë të hyj brenda onkologjikut. Një vit e gjysmë mua si gazetar të mos lodhesh në asnjë moment dhe të bindja njerëz të më besonin mua që nuk do i shisja si gazetar, nuk do bëja lek me atë kauzën e tyre, nuk do shfrytëzoja kauzën e tyre për asnjë gjë, por doja vërtet të ndihmoja. Dhe deri në fund derisa u thye një individ, një mjek, në kuptimin pozitiv u thye për të mbesuar mua komunikimet e 5 viteve të fundit mjekëve të onkologjikut. Aty u binda 100% Kush sepse dosja tani? dosja është në SPAK. Në çfarë faze? Unë po pres që të kryen hetime mirë filli për atë dosje. Unë nuk pata guxuar kur në jetën time të akuzoj një mjek që ju mjekët keni faj në këtë gjë. Nuk e sepse mungesa e medikamenteve ka përgjegjës Ministrinë e Shëndetësisë shtetin shqiptar. Këta janë përgjegjësi, këta i sigurojnë, nuk kanë faj mjekët. Por ama kur shtiva në dorë ato medikamente, ato komunikime, Mesazhet. përveç se vërtetova 100% mungesën e medikamenteve që është përgjegjës ky shtet, nga i pari tek i fundit, kuptova që edhe mjekët ishin bërë dhe kishin normalizuar një situatë që nuk duhej normalizuar. I thonin mes njëri tjetrit kemi 18 ose kemi 36, konkretisht 36 receptina, kemi 18 flakon. Ku t'ja jepnin këta mjek? Si vendosin këta? Kush grua do ta marrë që luftonte me kancerin e gjirit, kush e merr dhe kush jo? Dhe ditë cila ishte shnjërzorja. Justifikimi. Shnjërzorja ishte se në një muajin tetor të vitit 2023, mos gaboj, se 2022 bëj një fushat e madhe që diagnostikoheshin gratë për kancerin e gjirit, dhe ndërkohë spitali atje ishte pa medikamente. Merrnin mjekët në telefon pacientët mos hajde sot sepse s'ka ilaç. Si mund ta thot mjeku këtë? Si mund të bëhet mjeku call center të bashkëpunojnë në një situatë? Dhe pse bëhej kjo? Që mos vinin pacientët atje dhe të bënin probleme, të shkonin ke drejtoria apo ke ministria. Sepse kështu i kanë trajtuar pacientët që vojnë nga kanceri. Dhe unë për këtë nuk jam penduar sikurse një ditë jetës time, sikur një sekond jetës time për çfarë kam bërë deri tani, sepse kam në telefonin tim me qindra mesazhe të familjarëve apo të personave që vojnë nga kanceri, të cilët më thonë nuk i heqim një presë sa çfarë ti ke thënë sepse është e vërtet madje është më keq. Sepse na kanë trajtuar si kafsh atje. Na kanë marrë lek për shtrimet dhe 20.000 lekë nuk na falnin. Na trajtonin mjekët shumë keq, sa merrin 150 euroshin, na trajtonin mirë. Na thonin, na tremnin aty, i tremnin pacientët se ky ka qenë forma, i tremnin që bos ka rrallë këtu, do presë 6 muaj, hajde bëje më mirë atje në privat 2500 euro, 3000 euro etj. Pa bëhet kjo me një pacient që vuan nga kanceri, i cili vetëm nga ana psikologjike se sa ka vuajtur. A mund bëhet kjo? Pastaj do ti të them unë të tjerë aty. Ti ke spitalin e traumës, spitali më i madh i traumës në Shqipëri nuk ka kardiokirurg, është shmenduri. Pra ti po thua që situata nuk është vetëm te onkologjiku kështu. Patjetër është shtrirë gjithë pavionet. Në gjitha pavionet. Po ti ke urgjencën. Po ti ke urgjencë, ti ke kardiokirurgji, nuk ka një pajisje ECMO. Një pajisje e cila është gjithë shpëtuese. Secilit nga ne mund të qelloj, nuk ja uroj askujt, por smuresh, jemi njerëzor, nuk kemi imun ndaj smundjeve. Të qellon që ke për shembull nevojë për këtë pajisjen ECMO, e cila bën nxjerrjen jashtë funksionit të zemrës dhe mushkërinë për një kohë të caktuar deri në 1 muaj derisa zemra të rimarr veten. Nëse kemi këtë, disa veta ndrojnë jetë, thon mjekët kardiokirurg, vetëm prej mungesës së kësaj pajisjes. Ndrojnë jetën rreth 50 veta në vit, më shumë se 50 veta. Nuk e kemi se ata nuk e kanë bërë të ditur që duhet ta kemi, apo janë bërë procedurat e kanë bërë të ditur që nuk e kemi. Një nga mjekët paktën që unë lexova se kërkova ka qenë kardiokirurgët vin prifti përpara që në 2020-ën, sepse kjo pajisja u dashka edhe në kohën e Covidit për të ndihmuar pacientët e tjerë. Pse mendon që nuk e kanë këtë pajisjen? E di sa kushton? Rreth 200.000 euro. Po pse? Pse? Më thuaj ti mua. Për të favorizuar privatët? Jo, as private në ndjenjën time nuk e ka. Po çfarë? Pa përgjegjshmëri? S'kan 200.000 euro shteti shqiptar ti siguroj kardiokirurgjisë një ECMO që duhet ta kishte çdo spital në Shqipëri, sepse ty të ndodh që aksidentin apo një goditje me thik ta marri edhe ai në Sarand, edhe ai në Shkodër. A pret zemra derisa të vinë në Tiranë të hyjë ECMO? Nuk pret. PET skani është aq i rëndësishëm për pacientët të cilët vojnë nga kanceri sa nuk e ke iden. Është harta kryesore e atyre mjekëve që u duhet bëhet ky PET skani,
që të identifikojnë pacientin në çfarë situate është. Nuk e kanë. E di çfarë bëjnë pacientët shqiptar. Ose shkojnë tek privati, 1300 euro, 1700 euro, 1600 euro e tjerë, ose do shkojnë në Maqedoni, po këto çmime, ose do shkojnë në Turqi. Çdo pacient i cili është me kancer duhet ta bëj PET skanin, nuk e kemi ne. E diti që ata pacientë të cilët bëjnë rreze për ta thënë, për ta kuptuar qytetarët bëjnë rreze në onkologjik, kemi 2 akselerator ne, prishet njëri tjetër dhe rrin njerëzit pa bërë rreze sipas protokollit. Pse? Sepse ne nuk pas kemi lek për të blerë një akselerator, paktën 2 kishte blerë Shqipëria, nuk kishte më probleme me këtë pjesën. Vazhdoj pafund. A diti që aktualisht shteti shqiptar i thot pacientëve, ty dhe mua, kujdo tjetri, që 10 ditët e fundit të çdo muaji ti mos u smur. Mos u smur, sepse nuk bëjnë analizat. Nuk bëjnë po. analizat. Pra po të shkojnë një smur, kushdo tjetër sot në spitalet shqiptare, nuk bën analizat. Sepse mbaron fondi, sepse koncesioni i laboratorëve, paska qelluar një dështim. Dhe kush mban përgjegjësi për këtë? Shkojnë të smur me kancer për të bërë analizat, sepse duhet pra i kanë protokoll që përpara se të bëjnë kimion, duhet të bëjnë analizat për të parë situatën e tyre. Shkojnë atje dhe i thonë për shembull, ke analizë atë në 4 mars 5-6 çfarë ti duash, analizën i thotë do të vish ta bësh në datë 10. Po ç'kuptim ka? Dhe ç'a bën ky i shkreti pacient? Ka një rast nga Durrësi. Çfarë zgjidh ndryshe me privat. Ka shkuar tek privati. Po disa paguar. Me borxhe, me pafund. Ka shitur shtëpinë, ka blerë një më të vogël se s'ka si ja del më. Ka rritur në një pikë që edhe nuk e duan më veten, e kupton? Dhe ku është shteti për këta njerëz? Ne themi shëndetësia falas. Ne themi kemi çuar në orbit, kemi çuar satelit. Albania 1, Albania 2. Si vati fati i tyre? Osman, nga ajo që ti vlerëson, është që shteti shqiptar nuk e ka kapacitetin ekonomik? E ka kapacitetin ekonomik. I ka çuar para tjetër kund dhe nuk i çon aty ku duhet të shohen praktikisht, po favorizon kush kapacitetin, e ka përgjegjësinë kryesore. Shteti shqiptar, çdo kush duhet ta kuptoj. Ai institucion nga i cili burojnë legët është shteti, buxheti i shtetit. Kush e menaxhon? Qeveria shqiptare. Që janë para tona. Që janë para tona tek e fundit. Dhe ne nuk i çojmë para tona për të siguruar atë që është jetike për ne, shëndetësinë. Pra, pse nuk, unë më përpara se të merresha me shëndetësinë jam marrë me çdo lloj gjëje në këtë vend. Por kam kuptuar se këtu situata shkon për drejt, ti shkon në spital, kisha një 12 vjeçar që është bërë publik rasti, Leo Sadiku, ka ndruar jetë për neglizhencës mjekësore. Duhet me qenë pak kujdesshëm, ende nuk kemi një vendim gjykate. Akoma ti nuk ke një vendim gjykate, por ama ti ke analizat në dorë. Po. Ti ke analizat në dorë. Ti ke çfarë ka ndodhur me atë fëmijë nga aja nga zhëja dhe unë duhet të dish diçka. Jam shumë i kujdesshëm me fjalën Gjilço. Nuk abuzoj ndonjëherë me fjalën pa qenë i sigurt sepse më kthehet bumerang dhe u bëmi pa besueshëm. Mund të jetë kështu, s'ka diskutim. Patjetër dhe familjarët vetëm për të shërbyer të vërtetës së historisë të këtij djali kanë kërkuar autopsinë nga prokuroria. Është bërë zhvarrimi i Leo Sadikut, është marrë mostra në vend, pra nuk është se është transportuar trupi dhe jemi duke pritur përgjigjen. Por nga leximi i analizave që kanë bërë mjek shqiptar, mjek të huaj, prej neglizhencës së frikshme. Dhe tani bashkohet i tani, se tani nuk dua realisht, do ta bëj një parantezë këtu, kemi mjek shumë të mirë. Kemi, do duhet ta themi që janë asete, një pjesë e tyre nuk lejohet të ecin sepse i kanë kapur pavione disa të tjerë që i cilësojnë si tokë Xanun, por realisht kemi mjek shumë të mirë dhe jo gjithë mjekët janë të korruptuar, janë të pazotë etj etj. Kemi mjek shumë të mirë asete. Dhe unë në çdo lloj komunikimi që flas për mjekët, i diferencoj këta mjekë dhe nuk e kam. Unë e kam për të korruptuar dhe ata që neglizhojnë. Për këta e kam unë. Gjithë betejën time, sepse s'mundemi të themi ne që meqense mos i prishin punë këtyre, mos flasin për këta sepse po na ikën jeta. Nuk e kemi 2, nuk kemi 3, kemi një jetë. Dhe nëse ikën fëmijës, nënës, babait, motrës, vllajt, ç'sa të bëjmë ne tani? Më thuaj ti mua. Prandaj them që mungesa e mjeteve mjekësore. Po më the kujt është përgjegjësia, patjetër shteti shqiptar. Ne kishim buxhetin më të madh në historinë dhe u trumpetua kjo fort, kemi buxhetin më të madh 8.2, buxhetin e përgjithshëm. 8.2 miliardë euro. Ku shkojnë? Nuk paska lek për një ECMO, për një PET scan, për akselerator, për ilaçet onkologjikut, apo mos flasim pastaj për monitorët. Monitorët që do të monitorojnë pacientët që janë me zemër, janë të operuar. Ne 2 kemi atje kardiokirurgjia. 2 kemi tek urgjenca. Çfarë po bëhet? Atë flasim pastaj për rrethet, skandal.
Mos të qelloft, mos na bëv Zoti smuremi me trauma të rënda në përrethje sepse mundësia domethënë për të shpëtuar është shumë e vogël. Transportohesh në një qytet të afër që të mundesh të marrësh ndihmën. Si mund t'ja bësh, se këta kanë bërë një çmenduri tjetër, që është shumë e madhe. Është ngritur Ogerta Manasiliu në kohën kur ishte ministre, dhe çka ka bërë, ka vendosur që gjitha urgjencat traumatike të shkojnë tek trauma. Martin Cani për shembull, qëndroi jetë po u tek transportua po. Në çdo vend të botës ti e çon një të sëmur, një të dëmtuar në spitalin më të afërt. Si ka mundësi ajo zonja që e mori nisi për tek QSUT-ja, sepse aty është pavioni kardiokirurgjisë, shkon aty, merr ndihmën e parë, pastaj ti e shpërndan, po stabilizon një herë pacientin. Është protokoll. Nuk e çuan, e mori ambulanca, e çoi atje 15 minuta. Po mirë, kush është ai person që nuk e di, që është mjekë, që pasi ti merr një goditje në zemër, zemra nxjerr gjak, është hemoragji, pra del gjaku nga trupi. Çdo sekondë është i vlefshëm. Si ka mundësi më nuk e çuan për 2-3 minuta aty dhe e çuan për 20 minuta tek trauma, sepse trafiku ishte mesditë etj. Si është e mundur? Kur atje nuk ka as kardiokirurg, nuk ka as pajisje zemër mushkëri që bën, pra 20 kardiokirurg keshti, po s'pate këtë pajisje nuk e bën dot atë gjën, riparimin e zemrës. Si është e mundur? Pastaj të bëj një pyetje unë ty, se po i bëj një përmbledhje që është ditë e martë. Në mbrëmje ty të kapin dhimbjet e barkut, dyshon për apandesitë apo se gatrim zorrë, çfarë duash? Ku do shkosh ti? Ku do shkosh? Po të bëj pyetje. Ku do shkosh? Ke cila urgjencë? Nuk e kam menduar ndonjë. Jo, po realisht po ta bëj kështu, je një qytetare. Ku do shkosh? Ke një dhimbje të fortë barku, do shkosh, dyshon për apandesitë, po ta jap. Po thuaj që qytetarët janë të painformuar ku do shkojnë. Po pra ja po ta them, ku do shkosh? Nuk e faj, më jep një përgjigje, është e martë. Ku do shkosh? Do shkosh ke trauma tek QSUT-ja apo tek... I kanë të ndarë me ditë? Po çmenduri. Si e kanë të ndarë? Ditën e hënë, pra ditën e hënë e ka QSUT-ja. Ditën e martë e ka trauma. Ditën e mërkurë e ka pasur trauma, tani ja kanë kalu shefqet Ndroqit. Ditën e njëjtë e ka shefqet Ndroqi. Të premten QSUT-ja deri të dielën. Pra ne duhet të mbajmë ngjitur te frigoriferi, po një orar, e kam seriozisht. Dhe mos bën vakicë ngatrojmë ditët. Po ne ndoshta e bëjmë e kthejmë dhe në batut. Por nuk është. Jo, po kështu duhet me qenë, sepse do të jemi të kujdesshëm, po prit pak. Deri përpara ca kohësh, unë dilja dhe thoja, o njerëz, e mbani mend këto orare, të hënën shkonin QSUT për patat urgjencë kirurgjikale. Të martë të mërkur, shkoni tek trauma, të njëjtën tek shefqet Ndroqi, të premte të shtun diel tek QSUT-ja. Tani e ka ndryshuar. Të hënën shkon në QSUT, të martën tek trauma, të mërkur të njëjtë tek shefqet Ndroqi dhe ditët e tjera tek QSUT-ja. Nëse ti ngatron ditët, çfarë ndodh? Të çojnë aty ku duhet të shkosh. Jo, nuk të çojnë, do të shkosh prapë vetë. Duhet të shkosh vetë. Por nuk presin, nuk kam çuar njerëz, domethënë që nuk e dija këtë çmendurinë. Vajta në QSUT sa atje di çdo njeri se shkon, sa atje është urgjenca më e madhe. Shkova atje më thanë, shko Osman, se dhe domethënë më dhat një orë, nuk kemi çfarë të bëjmë këtu, nuk pranohet, shko tek shefqet Ndroqi se qelloi e ejte. Tani çfarë faji ka një qytetar? Mirë, më ti mund të kesh probleme me shtretërit, se ky është problemi kryesor që ata nuk i bajnë etj. Pse nuk i lajmëron njerëzit? Pse nuk bën fushata publike? Pse nuk i bën njerëz? Po, ne kemi këtë hall mos e ky shtet jemi, kaq kapacitet kemi. S'mund të themi ne që nuk e di jemi shëndetësia e krahasuar me këtë mëte, nuk e kemi. Njerëz, paktën mos humni kohë spitaleve, sorallate njerëzit që nuk e ke ide. Që praktikisht për ta përmbledhur, me sa po kuptoj, është problemi një i politikave, ku shkojnë parat e buxhetit, 2, mbase ato mikropolitikat për mjetet që duhen që ose nuk blihen në mënyrën e duhur, ose nuk funksionojnë në mënyrën e duhur, ose nuk janë të vendosura në spitalet aty ku duhet jenë. Të gjitha janë. 3 është korrupsioni që po thua? Çka? Keq menaxhimi po ashtu, se dua të kuptoj ku janë ato problemet kryesore sa i përket shëndetësisë, kuptoj. E drejtë. Un po të them, përgjegjësi kryesor dhe ai i cili duhet i sigurojë gjitha këto, buron nga shteti shqiptar. Ai është ai i cili vendos që politika ime është Ministria e Shëndetësisë duhet sigurojë 1, 2, 3, 4, 5 pajisje, 1, 2, 3, 4, 10 medikamente, duhet sigurojë të rrisë numrin e mjekëve, të infermierëve, se ka të mungesa të tilla në QSUT dhe jo QSUT trauma etj kanë mungesa. Mjekësh patjetër që po. Patjetër që po. Po pse kanë lëvizur në Gjermani dhe në vende tjera? Kanë ikur shumë, E ti që tek pediatria, urgjenca pediatrike, shkon atje ti, kesh fëmijën me 41,
do shkosh dhe do hysh aty do marrësh një kupon, pra ke parasysh kur shkon në bank që Do presësh radhën. do presësh radhën ti me 40. Po më gjej një urgjencë në botë që ta bën këtë lloj menaxhimi. Si mund është primare që urgjenca më urgjente, po patjetër ka tek e fundit. Po patjetër më ka prioritet më shumë. Po e patë ti me 41 fëmijën aty, do presësh radhën sepse ai tjetri thotë un kam një orë që po pres. Dhe aty shkojnë 300 nata, sidomos në kohën e virozave etj. Dhe disa ka 2 mjekë dhe 4 infermiere. Nuk i përballojnë fare. Nuk i përballojnë fare dhe për te pjesës pastaj që shkojnë, po të shkosh për shembull tek ato farmacit, në kuptimin po të pyesësh pak e disa medikamente blejnë aty që do t'i siguroj spitali. Edhe çfarë bëjnë familjarët pastaj marrin i çojnë ke privatet se nuk mund ta lënë fëmijën me 40 me 41. Sigurisht do paguaj shpërblimin. Dhe përgjegjësi për këtë është Shteti shqiptar, kryeministri i vendit 2013, unë e kam dhe me video, ka thënë fare qartë. Kjo shëndetësia e sotmja është barbari. E ka thënë tekstualisht vet, po thot të shkoj thot nëna tek djali dhe ti thot që po ndron jetë për shkaqe të medikamenteve, kjo është barbari. Doli kryeministri, pasi doli ai skandali onkologjikut që për mua nuk është ai skandali i vërtetë. Skandali është mungesë medikamenteve që prodhon këtë skandalin tjetër. Doli aty dhe tha që është krim kundër njerëzimit çfarë kanë bërë ata mjek. Po mirë, zoti kryeministër, ti që je i përgjegjësi për të siguruar këto medikamentet, a është krim kundër njerëzimit mos sigurimi i këtyre medikamenteve për këta pacientë të cilët vojnë nga kanceri? Edhe jo pak, 5 vite, 42 medikamente në kohën 6 muaj, 5 muaj, 2 muaj, 3 javë, 1 vit, saqë pacientët thonin aty, pra lajmëroshin që ka X medikament, thonë, kanë vdekur ata të pacientë e mi. Ka më të njerëzore dhe më krim kundër njerëzimit se sa ky. Se thot kryeministri, ai mjeku që e ka marrë nga publiku, e ka çuar në privat dhe i ka marrë ca lek më shumë, ka bërë krim kundër njerëzimit. Po ti që nuk i ke siguruar medikamentet jetë shpëtuese, a mban përgjegjësi? A është krim kundër njerëzimit ky? Si mendon, a ka zgjidhje kjo situatë? Patjetër që ka zgjidhje. Po them, në rast se do dëgjonte sot kryeministri apo nesër kanë dëgjuar, më besoj. Kanë dëgjuar, e din situatën patjetër, po cilat janë ato gjërat e para që duhen bërë në mënyrë urgjente, që situata, nuk mund ta bëjmë nga skandaloze në të shkëlqyer, por që të fillojë të lëvizë diçka për mirë. Çfarë mendon se? Siguro medikamentet për fëmijët që vuajnë nga kanceri dhe për të rriturit që vuajnë nga kanceri, që mos mungojnë në asnjë moment. Pra medikamentet gjëja e parë. Patjetër, pajisjet, peckani, është mjaft i rëndësishëm. Pastaj ke 2 akseleratorët që janë për pacientët e onkologjikut, që mos presin, mos krijohet radha, e diti, domethënë në ditë. Po që kur ke ngritur ti zërin deri tani se kanë kaluar muaj. Janë siguruar. A është bërë ndonjë gjë? Janë siguruar vetëm medikamentet. Janë siguruar. Po. Pra, sa periudhë? Për çfarë periudhe? Pra, Pra, ka disa muaj që mua raportimet më vinë se medikamente ka pasur. Ka pasur në një mungesë të vogël, por që unë nuk jam, pra delja e zezë në kuptimin që gjej diçka dhe momenti që ka pacient, që kalojnë, pra thyet protokolli etj, patjetër që do shkruaj, do flas, do bërtas etj. Po kur ka gjëra të mira gjërat mira. Po është detyrim, është detyrim gjë e mirë. Shiko dhe njëherë, ti e ke për detyrim të sigurosh medikamentet këtyre individëve. E ke për detyrim, nuk është gjë e mirë, gjë e keqe. E ke për detyrim. Gjë e mirë kisha fjalën kur ka një zhvillim që po reflektojmë. Nuk e di kur do vi kjo gjë e mirë. Sepse sa mundohet të rregullojë një gjë, prishet gjëja tjetër. Po thua disa nga ilaçet Ilaçe, peckani, akseleratorët, ECMO për zemrën, kardiokirurgët tek trauma, është qendra traumatike, është universitare, qendra universitare më e madhe në Shqipëri, për sa i përket trauma, s'ke një kardiokirurg. Si mundet domethënë, nuk e di. Pajisja zemrën mushkëri, analizat, këto janë emergjenta që po flasim. Ti nuk ke një defibrilator tek pediatria e përgjithshme. Domethënë bën një arrest kardiak, lak qoftë një fëmijë, ti nuk ke si t'ja bësh një mesazh kardiak, sa jetë mbetet. Po që mjeku aty ja bëri, po s'ja pastaj. Ky ishte fati. Në raport me korrupsionin, mendon që autoritetet po hetojnë mirë
Nga ajo që ke parë ti sa i përket hetimeve dhe do të them diçka. Mendoj se korrupsioni për të hequr nga shëndetësia duhet shumë vite, shumë ndërgjegjësim, Pse? ka hyrë shumë thellë. Ka hyrë ka shumë hyrë thellë. dhe te ne që shkojmë që jemi pacientë atje? Te Që do dhe jemi? pacientët po, tek pacientët tashmë, pra unë ta tregova pak më herë dhe një formullë. Është bërë detyrueshme Pra, në një farë mënyrë. tani pacientët më thonë që edhe infermierët të caktuar, jo të gjithë patjetër, krijojnë të modelin e mjekut. Pra nëse mjeku të vjen dhe nuk ta var, ti je detyruar shkon se të jap një kafe që të ma var, dhe ai ta var në fakt pastaj. Dhe kjo gjëja tashmë është e përhapur në shoqërinë tonë, që jepi një kafe, një gjë se do të shikoj më mirë. Në fakt ne, Osman, për thënë vërtetën, kulturën e bakshishit e kemi. Patjetër, ti e ke kulturën e bakshishit, po shiko pak. Kulturalisht që është shumë e gabuar, Jo, shumë e ka diçka. gabuar në fakt. Ke dhe jashtë kulturë bakshishi. Por ai ja jep pasi mbaron punën. Në shenjë falënderimi në kuptimin. Po patjetër, por kam dhënë dhe unë, kam dhënë 20.000 lekë sepse kam marrë një super trajtim, nuk ka kërkuar, pra kur nuk isha gazetar, po isha në student etj. Askush se dinte që jam në gazetari, po mora një super trajtim nga sa super mjek dhe u ndjeva shumë mirë, domethënë. Po kjo bëhet, kjo pastaj bëhet zakoni. Kjo njihet, por ti nuk mundesh dot, dhe di ku është problemi. Kur ti ja mohon pacientit shërbimin që do të marrë, shërbimin në këmbim që të marrësh lek, kur ti e tremb, kur të vjen një pacient në spital, është i trembur sepse i dhimbset jeta, i dhimbset shëndeti. Nuk e di çfarë ka në radhë. Nuk e di çfarë ka, nëse ti e tremb për të shkuar tek privati, ai do shesi çdo gjë për shëndetin. Dhe ti këtë gjë e bën që të përfitosh ti, po kjo është krim pastaj. Nuk është problemi që ai do japi një bakshish, edhe asaj infermieres. Problemi është kur ajo infermierja nuk të vjen të shpon 5 herë, vetëm se di do të japësh atë 5.000 lekë, dhe kur jep 5.000 lekë të shpon tamam. Ky është problemi. Ishim të autoritetet. Këtu të paktën do duhet të rriten rrogat e mjekëve në mënyrë urgjente. Ta them unë sot ty. Sa merr sot një mjek nëse ke? Po janë shifra të ndryshme. Po për një mjek që del sot, pra në raport me mua si gazetar, merr shumë pak. Ashtu ë? Po. Ai plastrut aty, po e them popullorçe, sa e sa vite, ka jetën time në dorë dhe nuk vlerësohet sa duhet, dhe kjo pastaj krijon atë sistemin e atij korrupsionit që të marr. Por ama unë e thash, krimi është ai që ti ja mohon kujdesin shëndetësor, trajtimin e çdo gjë tjetër për shkak se i kërkon atij të marrë lek. Ti marrësh lek, të japi lek. Edhe detyrohet ai dhe ti thua, nuk u bëj korrupsion. Unë s'u bëj sa i më jep vet. Pse ja merr ti? Se ka dhe mjek që i kthejnë, patjetër, domethënë kam njohur shumë apo mjek, do ta them këtë, të cilët nga ndjeshmëria e madhe që kanë për raste të tyre shkojnë dhe blejnë ilaçet vet në për farmaci dhe nuk i tregojnë as pacientëve. Ashtu ë? Nuk ja tregojnë. Ka dhe raste të. Po, patjetër, ka shumë. Mjek të cilët e bëjnë këtë gjë. Dhe unë ta thash, kemi mjek shumë të mirë. Një pjesë nuk lejohen, të ecin përpara, ambiciozët e tjerë, sepse ta thash janë një pjesë e shefave të cilët e kanë mbërë si tokë të zanun atë pavionin aty dhe nuk kanë frikë as drejtoria, as ministria, as kryeministri, domethënë. Ndjen si vetë zot, vetë shkollë për gjithçka. Po, patjetër, nuk i intereson asnjë gjë. Prandaj them që përgjegjësia kryesore unë e them buron nga autoriteti qendror. Politikat. Ai që bën politikat. Ai që bën politikat, pikë, mbaroi historia. Shumë e thjeshtë. Shteti shqiptar, kryeministri, ministria e shëndetësisë. Por mendon ai që bën politikat, sa vite i vajtën në pushtet? 12 vite. 12 vite. Ka pasur kohë mjaftueshëm për të ngritur një sistem të mirë, ë? Po ti po thua, pra akoma kjo qeveri e bën krahasimin me çfarë ka kaluar para 12 vitesh. O qeveri e dashur, atë qeveri që ishte, populli shqiptar e dënoi me votë. I tha, unë nuk të dua më aty. Për një mirë arsye, mund të kishte qenë shëndetësia, pensionet, rrogat, ata nuk e di se çfarë bën. Ska rëndë nëpërmjet votës folin. Ta bëjnë politikën ata që duan ta bëjnë politikën. Unë po them, kanë kaluar 12 vite dhe nëse ti deri tani nuk ke një rezultat për të kuptuar ku ka shkuar shëndetësia sot. Pra, po, e kam bërë një gjë dhe po këtu patjetër do ta them, fasadë. Ndërtesat e bukura. Po shikon, ne mund ta shikojmë ne mund ta shikojmë si fasadë. Mirë, po ata që mund t'japin kundër argumenti që nuk këto janë para, janë investime. Patjetër, por nëse ti hyn brenda asaj ndërtesës dhe nuk gjen as shërbim, as pajisje, as ilaçe, po çfarë duhet mua fasada? Për të zbukuruar, për të thënë që ne kemi spital bukur, unë shkoj aty nuk diagnostikohem, unë shkoj aty nuk bëj analizën, unë shkoj aty nuk bëj operacionin, unë shkoj aty zgjej ilaçe. Pra nuk është se shkon për të parë arkitekturën. Patjetër. Nuk shikoj për të parë ngjyrat, unë shkoj për të marrë shërbimin. Shërbimin. Dhe pastaj është tallje, domethënë kur del kryeministri aty dhe thotë ne do krijojmë laboratore AI, inteligjencë artificiale,
paracakoshta, shëndetësia e vitit 2030 nuk do bëj operacione me doktor, do fusim robotët. Ku po shkon? Nuk ke ilaçe në spitale. Nuk ke pajisje. Ke traumën pa kardiokirurg, nuk ke mungesë ECMO-je, ke mungesë ilaçesh, ke mungesë, nuk e di domethënë, ku shkojnë more? A jetojnë? Se dy mundësi ka. Ose kryeministri nuk e ka e njeh haberin, situatën. nuk e ka haberin, nuk e njeh dhe nuk ja thot nga kjo gjëja, ose kryeministri është një person që propagandën dhe është i Zotit, kjo ka tregu veten, është pra e ushtron propagandën në niveli shumë të lartë, saqë do t'i mashtrojë shqiptarët. Por unë po i them se kjo pra nuk është një fjala e atij kundër fjalës time apo kujt do tjetër që e kundërshton sistemin. Çdo kush shkon në spital. Kushdo që po na dëgjon Osman tani e di shumë mirë se si është e vërtetë, s'ka diskutim. Patjetër. S'ka Dhe diskutim. ta vlerësojnë vetë, gënjej unë apo gënjej kryeministri apo thot vërtetën kryeministri apo thon vërtetën unë. Mirë, po ne si shoqëri, unë gjykoj që kemi edhe një problem tjetër. Çfarë më ka bërë përshtypje? U ngrit problemi i çështjes korrupsionit në onkologjik. Dhe u njoftuan protesta. Okej, qenë ato lëvizjet e para, po pastaj nuk pash më njerëz. Po, është vërtet. Kam qenë ato protesta. Pra, e kupton çfarë shoqërie jemi ne mbase mund të mblidhemi për këngëtar më shumë se sa për çështje që pse ndodh kjo? A ndodh se ne na trëm dikush për të mbledhur atje se jemi përballë presioneve? Jemi përballë faktit që jemi i larg, ndjejmë veten larg nga kjo çështje, mendojmë se nuk na prek, po në fakt po të mendosh gjithë jemi më se të prekshëm, sepse siç e the, kemi familjarët tan, do të kemi nesër nevojë për një shërbim, pra është një shërbim i të gjithëve ai. Këtë nuk kuptojnë dot njerëzit. Por nuk jemi aty pra. Nuk jemi aty, Osman. Harrohet çështja, pra ndodh për momentin një protest. Është vërtet. Pse jemi kështu? Se ti njeh këta njerëz që dalin, që stepen. Kështu ka ndodhur dhe me çështje të tjera si teatri kombëtar etj. Kemi qenë prezent, po ngelemi te mjekësia. Po ngelemi këtu sepse për shembull teatri kombëtar, dikush e pëlqen, dikush shkon teatri, dikush nuk shkon, dikush ka një lidhje me kulturën, dikush nuk ka. Por gjithsesi, ose me çështjet çfarë ti duash, marr për arsimin, për një gjë tjetër, për një vepër korruptive, por spitali ka një veçori. Ti do shkosh aty dhe s'ke ku shkon. Në mos tani do shkosh pas 5 vitesh, në mos pas 5 vitesh, pas 20 vitesh. Po ne nuk jemi në protestë, pra nuk jemi sepse ne kemi parimin që larg meje është okay, edhe ku qelloj, ndoshta kam ca lek, kam ca miq, kam një njohje, o mos e kemi punën, jemi neglizhent të frikshëm dhe unë nuk e kuptoj këtë gjë. Unë si Osman, unë ndoshta unë dhe për rrethin tim familjar do ta gjej një zgjidhje, apo ti, apo dikush tjetër. Po mirë, këta familjarë, për shembull, këta njerëz që shkonin nëpër spitale dhe nuk gjenin medikamente, më shkruanin mua. Dhe kuptoni që nga i reagimi kishte një zgjidhje. Unë kisha pacient onkologjiku që nuk dilnin aty se thonin do më paksojnë medikamentin ose nuk do më fusin radhë etj. Jo, është më se pranueshme frika që ka pacienti. Po dha, jo nuk është. E di pse është më se pranueshme, sepse lufton për jetë vdekje. Por ama ka diçka. Unë flas për ne të tjerët që nuk kemi në atë rrezik. Po, dakord, edhe kjo tjetra. Edhe ai i cili po lufton për jetën atje. Në momentin që ka mungesë medikamente, çapo zgjidh ti në këtë moment. Ti tani ke betejë më të madhe, ti duhet dalësh sepse shiko, po të lëm pa ilaçe. Çfarë fitove ti? Kurse ke tjerë, domethënë realisht, unë shikoj në gjitha tematikat, dhe më duket ndonjëherë që ata të cilët protestojnë janë gjithmonë të njëjtët njerëz, që kanë vrarë një frikë, nuk e di, domethënë marrin guximin për të protestuar. Një pjesë pastaj e kanë lidhjen me vendet e punës, një pjesë tjetër pastaj nuk duan të flasin për arsye të ndryshme, një pjesë tjetër as i intereson. Dhe pastaj kur i vjen pastaj ajo tek e vetja, kur vjen këmbana. Pastaj nuk ka më asnjë rëndësi ajo kur vjen ty e keqja tek dera, sepse nëse ti s'ke fol për atë tjetrin, asaj tjetri më nuk do flas për ty. E çan ndodh pastaj, tu më përfituar është qeveria. Sepse nuk i ushtrohet presion, sepse nëse ti për shëndetësinë do ushtrosh presion, ti gjitha këto medikamentet, gjitha pajisjet, e çfarë do tjetër do ta kishe të rregulluar, sepse do ishte presioni. Edhe një qeveri, domethënë nëse s'ka presion, nuk e vë ujin zjarr për gjë. Edhe kjo qeveri e ka vërtetuar 12 vite se ka vënë ujin zjarr për gjë. Ky është realiteti. A ke vënë re ti të rinj në këto protesta? Po, në fakt kam vënë re një pjesë të konsiderueshme të rinj. Pra, për aq sa kanë qenë, duke qenë se
kam qenë pjesë e këtyre protestave që janë thirrur për shëndetësinë dhe kanë qenë të ri, por jo mjaftueshëm. Pra unë shikoj që të rit e sotëm ka një jetje shumë të madhe për TikTokun, por jo për problemet reale. Ka një jetje shumë të madhe për të parë çfarë bën Kozaku, çfarë bën X, Y, se nuk i njoh, domethënë gjithë ata influencerat e TikTokut që nuk t'japin një shembull të mirë, të paktën në optikën time, por nuk reagojnë asnjëherë në momentet kur ka probleme të rëndësishme shoqërore. Kur aty në spital do shkojmë gjithë, sepse duhet ta lidh me spitalin sepse është një problematikë që i prek të gjithë. Nuk shpëton asnjëri. Nuk shpëton, madje po të pyesësh, po të marrësh një person në rrugë, a ke pas një eksperiencë të tregon pafund. Jo një, po 10 eksperienca. Atëherë pse nuk del? Ti si i ri që të kërkon ndryshimin, do të ndërtosh jetën këtu, do të zhvillohesh këtu, të ndërtosh familjen këtu, pse nuk del? Kjo nuk është protestë as e të majtëve, as e të djathtëve, as atyre të pa parti. Është protesta e shoqërisë shqiptare për kushte më të mira, që ne mos shkojmë në spitale të vdesim, mos shkojmë në spitale, mos marrim trajtim mjekësor, se pastaj domethënë ja çmenduri ato të tjera që shkojnë në ditën e sotme nuk i diagnostikojnë, pastaj plas apandesiti, plas kjo, se mungojnë analizat, mungojnë pajisjet, mungon kjo, mungon ajo. Dhe nuk e shikoj domethënë pjesën e të rive mjaft të angazhuar. Një pjesë po janë të angazhuar, vinë e shikoj, por janë shumë pak në krahasim me numrin e të rive që ti shikon ke lokali përballë. Vendit ku mban protestën ti. Që të shikojnë aty, pastaj shikoj një fenomen domethënë që në rrjetet sociale thua ti 5000 veta do bëhen sot përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Shikon ti aty maksimumi shkojnë po. Ç'themu 200-300 veta. Realiteti. Duket sikur ne jetojmë në rrjetet sociale, në thelb. Jemi bërë pak shoqëri e varur ose në jetën tonë kemi lidhur me rrjetet sociale. E kemi lidhur çdo gjë me rrjetet sociale. Ne bëjmë pushime për të dukur, për të publikuar fotografi e story që na shikojnë të tjerët. Ka shkuar dikush në një filan restorant, filan bujtine, tjerë shkojmë dhe ne sepse do t'i bëjmë çika shëllëk. Ka marrë X-i dhe Y-i këtë makinë, ta marrim dhe ne atë makinën tjetër, ta publikojmë aty. Pushimet unë i bëra këtu, ai i bëri atje, dhe është bërë një formë, domethënë për mua psikologjike, që krijon ankth në shoqërinë shqiptare. Krijon shumë ankth. Unë për shembull rrjetet e mia sociale përdor vetëm shërbim punës time, si gazetar. Sepse s'kam shumë dyer për të thënë atë që unë dua dhe në formën që unë dua, dhe përdor rrjetet e mia sociale, TikTokun, Instagramin, Facebookun. Por shikoj domethënë që shumë të tjerë i përdorin vetëm për të harxuar kohë. Kam vajtur në shumë gjimnaze gjatë gjithë këtyre kohëve sepse kam shpjeguar disa prej fushatave të mia. Të kam ndjekur edhe në dhe shikoj që TikToku i ha 4-5 orë në ditë edhe atyre të cilët janë të lidhur me mësimet ose nxënës të mirë. Çfarë bëni aty? Shikojmë këtë, kam testuar për të njohur personazhet e TikTokut, i njohin të gjithë. I njohin të gjithë. Çfarë merrni nga këto personazhet e TikTokut? Ja, ky bën lek kështu, pra krijohet psikologjia e lekut shpejt. Krijohet psikologjia e makinave të shtrenjta. Nuk krijohet më psikologjia e njerëzve që punojnë. Unë për shembull, më është dashur që në moshën 15 vjeçare për shkollimin tim punoj në ndërtim. Kam punuar në ndërtim. Kam punuar pushimet e verës kur kam ardhur në Tiranë shkollë, nuk shkoja në për plazh apo për të bërë pushimet, por shkoja në Greqi për të punuar në bujqësi. Disiplina Osman në atë mosh, disiplina e punës. Po patjetër, etika e punës në atë mosh mësohet. Prandaj po bëj krahasimet. Ti ke të ri në Tiranë që po dalësh në rrugë shikon me makinën 120.000, 130.000, 150.000 euro. Pra është një edukim, ç'edukim do thoja unë. Megjithatë të rinjt kanë një opsion që është 11 maj. Dita e zgjedhjeve në Shqipëri. Cili është mesazhi që ti do t'ju jepi këtyre të rinjve? Çfarë duhet të dalin për të votuar apo jo? Unë kam ndjerë një keqardhje shumë të madhe sepse në zgjedhjet e vitit 2021 nga rreth 116.000 mos gaboj, por parafërsisht kjo shifër ka qenë, kanë votuar vetëm 22.000 votues për herë të parë. Dhe kjo është tragjike. Për një popull, për një brez, i cili nuk kërkon të vendosë për të ardhmen e tij. Pra çdo i ri do duhet ta kuptoj. Me mos votimin e tij nuk është se ka zgjidhur gjë, thjesht i jep mundësi X partia apo X partia tjetër thjesht ta fitojë edhe me 30%, nuk ka problem. Por të ri do duhet të kuptojnë. Edhe një herë është shumë e rëndësishme që të mos bëhen përvijues të traditës familjare që meqense prindërit votojnë këtë parti, ne do votojmë këtë parti. Pra në kuptimin ta vijojmë trashëgiminë e partive politike. Ai i riu sot 18 vjeçar që ka përgjegjësi mbi vete, ja një edhe ligji, të duhet të kuptoj. Ore, cila është situata aktuale e vendit tim? Gjyshi dhe gjysha ime, nëse babai dhe nëna ime nuk i ndihmojnë, a mbyllin dot muajin për të bler ilaçe, për të bler
nuk e di, Ushqimet. ushqime, ndoshta jetojnë dhe vetëm për paguaj qira, ujë, drita e tjerë, ai përballojnë. Ky i ri të mendoj, nëse babai, nëna, gjyshi, ai vet, motra, vllai i shkojnë në spital. A marrin shërbimin e dur apo prindit shkojnë blejnë ilaçe nëpër farmaci, shkojnë tek privati, harxojnë shumë lekë etj etj. Ky i riu do duhet të kuptoj cila është politika e këtij shteti për arsimin një herë, se përfshin ata vet. A ka mundësi që ky i riu pasi të përfundoj shkollimin këtu të ketë një vend pune? Apo do shikoj edhe ky rrugë të Gjermanisë, Anglisë, ke shtëpitë e barit apo nuk e di ku tjetër. Sepse është fatkeqësi që ti shkon nëpër zona të thella, gjatë kohës që ne kemi fushatën e fundvitit për të shpërndarë dhurata, hyn në klasë dhe i thua çfarë do bësh? Të ngret dorën dhe thot do iki në Angli, do iki në Gjermani, do iki, dhe ai nuk thot do bëhem doktor, nuk e njeh konceptin, por ai është rrënjosur ideja sepse unë këtu nuk kam të ardhme, çfarë do bëj, do iki jashtë shtetit. Dhe kjo është fatkeqësi dhe të rinjtë në Shqipëri të duhet të marrin dhe të votojnë. Voto më këtë duhesh. Këtë ti mendon, por voto. Voto që pas 4 vitesh atë partinë që ti ke votuar, nëse fiton, ta dënosh nëse si ka mbajtur ato premtimet. Pra ti krijon një lloj harte tek e jotja, një lloj puzzle-i që dhe thua, "Okej, unë e kam votuar filan parti se më tha do bëj këtë. Pas 4 vitesh ti thua, i ka bër? Si ka bër? Okej, unë të dënoj me votë. Po jo duke mos votuar, sepse mos votimi në Shqipëri nuk është i prish punë kujt. Madje partitë politike disa, domethënë sidomos ato që janë predispozuar për të marrë pushtetin, u intereson se ata nxjerrin administratën për të votuar, edhe një pjesë të moshuarve të cilët kanë një mendësi ose majtas ose djathtas, po kryesisht majtas në Shqipëri sepse këtë tregojnë votimet, edhe këta bëhen zëri për të vendosur dhe për të ardhmen tonë, pastaj ç'a të them domethënë. Ç'a të them, ne mburemi sot, do fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, a është futur ke pas 12 vite, a ke futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian? Kemi bërë ca hapa. Kemi bërë ca hapa. Po jo pra sepse kur në 2030-ën. Pra do të lëmë edhe 2 mandate të tjera sepse mandati marrë 2029-ën. 2040. Po jo se domethënë realisht nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim realisht sepse është bërë çmenduri. Ti thua turizmi. Po turizëm zeza. Çfarë përfitoj unë dhe ti nga turizmi? Okej, Shqipëria është një vend turistik, i ka ardhur 10 milion turistë. Kam bërë një përpjestim, unë dilte që një turist në Shqipëri po të vijë harxhon rreth 200 euro. Në krahasim me turistët e tjerë. Nuk është fare kështu, sepse ka pas debate gjithmonë, duke thënë që në Shqipëri po vinë turistët më të varfër. Ose si thua turistët që nuk duan të paguajnë. Po nuk është kaq elementare. Më fal, të vinë turistët nuk ka si problem. Ata do vinë. Po. Do shkojnë te njerëzit e tyre aty ku jetojnë, do sjellin të tjerë. Domethënë është një rreth vicioz për mirë, në këtë kuptim e kam. Atëherë unë dhe ti si përkthehet tek unë dhe tek ti? Përkthehet tek ata që punojnë me turizmin aty ku punojnë. Si? Pavarësisht se ne kemi një koncept të punës me turizmin, krejt gabuar për mendimin tim, se ne punojmë ato 3 muaj, abuzojmë me çmimet e tjera, por kjo është gjë tjetër. Nuk jam kundër turizmit. Luluzoft dhe u bëft edhe më i bukur, edhe më i madh etj. Po them që nuk mundesh ti dot si qeveri të vish tek unë pas 12 vitesh qeverisje. Dhe të mburesh me këtë gjë. Dhe thua që turizmin e kam bërë unë, thuash? Po jo, s'kam bërë asnjë gjë në fakt. Thjesht kanë qenë bukuritë tona natyrore. Po, bukuritë tona të edhe puna jashtëzakonshme e njerëzve që praktikisht kanë ndërtuar ato bujtina, ato zonat me duart e tyre. Dhe unë po them ata shumë mirë, le të rrisin të ardhurat, punsojnë sa më shumë njerëz, dhe unë po them si përkthehet gjithë ky turizëm, pra ti po thua qeveri, unë kam rritur turizmin. Ore si përkthehet tek unë se tek e fundit, unë kam ca interesa. Sa çmimi i naftës sot në Shqipëri? 175 lekë. Pse në Kosovë është 101 euro 30 cent? Pse në Maqedoni është 1 euro 25 cent? Jo vetëm nafta, po çdo lloj ushqimi. Ti shkon sot në qytetet europiane është shumë habitshme. Ta kishte bërë një çift italianësh. Nuk e ndjen diferencën e çmimeve, sa ty kolegët e tu të Europës ankohen sa shtrenjt në, po themi këtu në Paris ose në Lyon ose kudo, ti thua jo nuk është shtrenjt fare, në Tiranë është edhe më shtrenjt. Më kujtove edhe një gjë tjetër. Se kështu e krahason atë fshatrat ose qytetet, Korç. Korça blen ushqime në Kosturia të Greqisë. Pogradeci, Librazhdi, Prenjasi blen naftë edhe ushqime në Maqedoni. Pjesa e veriut, Tropoja, Malësia e Gjakovës e tjerë bëjnë pazaret në Kosovë. Dhe kjo është çmenduri. Kishte bërë një shembull një çift italian që jetojnë në Shqipëri prej kohësh,
ushqime, të njëjtat ushqime në Shqipëri, të njëjtat ushqime në Itali. Diferenca, pra ishin më shtrenjtë në Shqipëri. Të tjetra. Se është një problem që askush nuk flet dhe nuk e di do duhet trajtuar, mendoj. Jo, kanë folur, nuk është fare vërtet që për këtë çfarë do them tani. Okej, dakor. Mendova se the për çmime. Po, më ka ndodhur që unë jam 32 vjeç. Normalisht duhet të blej shtëpinë time, të krijoj familjen time etj etj. E kam bërë një llogari një ditë sikur unë të blej një shtëpi. Dua të blej një shtëpi time, ta marr me kredi patjetër se nuk mundem dot ndryshe. Dhe nga llogaritë që bëra bashkë me mikun tim që punon në bankë, bie nëse unë do merrja kredi për të marrë një shtëpi, që janë tani nuk blen dot as shtëpi me çmime se janë të merr domethënë. 1000 sipër më. Unë jam 32 vjeç edhe për të paguar atë kredin më duheshin 104 vite. Pra për të paguar një kredi që unë ta përballoj muajin në varësi të trokës që marr, për të nxjerr kostot e mia, pra kam nxjerr kostot telefon, makinë, ushqime, qira etj etj. Do 104 vjet për të blerë një shtëpi. Po, jam 32 vjeç. Pra unë duhet jetoj. E kupton sa duhet jetoj unë? Çmenduri. Pra më duhet 104 vite. Dhe unë duhet jetoj 136 vite. Unë duhet jetoj 136 vite që të paguaj kredin. Dhe kjo gjëja është më shtret, pra tokat, këto apartamentet në Shqipëri janë më shtret ose kanë njëjtin nivel si Parisi dhe Miniu. E kupton ne Shqipëria. Dhe këtu domethënë ti kupton në çfarë situate, çfarë bëhet këtu, do të flasim për qirat. Nuk e din çapo heqin, nuk e ke den çapo heqin të rritë të reja që vinë në Tiranë sepse qirat minimale 1+1 500 euro, 1+1 500 euro. 400 është minimalja, pastaj 500, 600, 700, 800, çmenduri totale. Njësër problemesh me thënë drejtën, po unë dua ta kaloj pak bisedën te ato aspektet e bukura që kemi ne gjatë punës sonë, që do të thotë kemi një profesion, Osman. Tani unë në fakt nuk di dhe se si të quaj më shumë aktivist apo gazetar. Ti si do preferoje të quheshem shumë? Unë jam një gazetar që këtë pushtet që t'jep gazetari dua ta përkthej për të bërë gjëra për këtë vend sepse unë kam një parim, unë e dua këtë vend. Nuk jetoj dot jashtë këtij vendi, nuk kam për të larguar ndonjëherë nga ky vend. Një nga njerëzit më frymëzues në mua, përveç Fajkonicës, që për mua ka shpjeguar në mënyrë shumë të hollësishme karakterin e shqiptarit, është edhe Isa Boletini, që pak kush, ose nuk është folur shumë për atë figurë, por është një nga njerëzit i cili ka pasur ofertat më të mira monetare të kohës për të shitur e për të blerë etj etj, dhe ai njeriu luftoje për atë çfarë besonte. Luftoi deri në fund të jetës vet teksa i ngritën prit malëzie derisa e vran. Dhe ne nuk po na kërkohet më neve sot të marrim pushkën e të luftojmë. Nuk na kërkohet kjo gjë. Ne mund të marrim telefonin. Ne na kërkohet vetëm kaq. Po telefonin ose penën ose fjalën. Ore dhe si qytetar, ne na kërkohet vetëm të jemi qytetarë që mos të korruptohemi, mos shesim votën, të jemi qytetarë cilët mos punojmë t'ja fusim tjetrit, se është ajo bukur ajo, se më kujtohet gjithmonë që ishin 3 shqiptarë, gjetën një kështu llambë atje në tek ara tek ku po punonin. Njëri tha unë dua lop, tjetri tha dua shtëpi, ky tjetri tha hiqa të dyve to çfarë u dhe. Pra, domethënë, duhet të jemi edhe ndihmues dhe solidar me njëri tjetrin sepse kemi nevojë shumë edhe për të qenë solidar. Por ajo çfarë mua më shqetëson më shumë, që e shikoj si problematik, është shitja e votës. E shitsin votën pa pikën e problematikës. Sa më jep ti mua, pazar. Po ti përpjestojnë 4 vite me atë çmimin, domethënë nuk i bie as 0.01 lek në ditë. Po më kaq është e ardhmja jote, se more ti atë në 100 euroshin e 50 euroshin edhe e shpëtove ti të ardhmen tënde, kur ndërkohë ti me atë 100 euroshin që të ka dhënë ai ta ka vjedhur 500 fish. Me tendera rrugëshe, me tendera shkollëshe, me tendera spitaleshe, tendera këtej, tendera nese, janë bërë tendera si bukë me djathë, kush nuk po vjedhe. Edhe di cili është problemi. Problemi është nëse më përpara kishin një çik cip, turp, dhe kur vidhnin, tani s'po kanë fare. Vidh. Dhe nuk po nxjerrin fundin. Tani është e kundërta, ke turp nëse nuk vjedh. Edhe është problem. Kam disa njerëz që njoh në administratë shtetërore dhe thonë, "Ora, si se bën ti një gol?" Si se bën një gol, Si ti je i paft, konsiderojnë pa aft nëse ti nuk vjedh. Kë paran tënde, paran e fëmijës tënd, paran e babait tënd, e nënës tënde se do bëhet rrugë, do bëhet shkollë, do bëhet çdo gjë. Se këtu koncepti i vjedhjes është rrënjosur thellë.
Hajde të kapim këtë pozicion se të vjedhim në lek. Bëjmë në lek, kështu ne. Edhe këtu i bashkohet edhe ai populli I thjesht që nuk ka me çka kalon muajin, rri 4 vite atje që nuk e ka iden, rri me 40.000 lek ndihmë ekonomike, e diti sa marrin fëmijët e tim, janë 26.000 fëmijët e tim në Shqipëri aktualisht. E diti sa marrin këto nëna ndihmë ekonomike? 11.000 lek, 15.000 lek, 17.000 lek, 25.000 lek, 30.000 lek. Të vjetra? Të vjetra. Të mërshme. Të vjetra. Të vjetra, po ta them me përgjegjësi plot, rastet I kam, po pres ti nxjerr në intervista ti publikoj. Kam përshtypjen që ne si njerëz jemi më bujar në ndihma se ç'është shteti me ta. Kam përshtypjen. Po shteti ka harruar, po si mund të ti thuash ti një nënë, çfarë mund blesh sot me 15.000 lek? 1 kilogram djath. Më thuaj 15.000 lek kushton. Një nënë e cila duhet bëhet edhe burr, edhe grua, për atë rritur atë fëmijën e vet, pas një fëmijë, se po pati 2, po pati 3. Dhe ti si shtet çfarë I jep kësaj zonjës? Çfarë nuk jep asnjë gjë. A di si rriten këta fëmijët? Mban motra vllajin 8 vjeç, atë mban atë 4 vjeç sepse nëna do shkoj të punoj. Ndryshe është e pamundur, ndryshe po. Dhe po të them, japin 11.000 lek, 15.000 lek etj dhe askush nuk flet pas për këta. Tani, kur ti si individ shikon këtë çfarë unë tregova, shikon pensionet në mënyrë skandaloze, spitalet në mënyrë skandaloze, arsimi në mënyrë skandaloze, ekonomia në mënyrë skandaloze, rrogat në mënyrë skandaloze, por pse e shet atë votën? Për çfarë e shet? Se do marrësh 10.000 lekë, apo nuk e di, do paguash, do marrësh as një muaj ushqime, ato 100 euroshi. As çfarë një muaj as 2 javë. As një javë ushqime si bie në Shqipëri 100 euro. Dreqin e shet atë votën, por dënoja ato që ty të ka ardhur aty të ka thënë do të bëj këtë gjë dhe kërkoj llogari. Por e duhet të kuptojnë ta njerëz se nëse do jemi ne një kom frikacakësh, nuk kemi për të fituar kur drejtat tona. Do jemi gjithmonë të friksuar, hamose ma hoqi vend në punës, ma mori bukën e gojës. Do mbetemi gjithmonë të shtypur. Dhe as do kemi fuqi të kërkojmë asnjë gjë në momentin që duhet. E drejtë. Të ngelemi te kjo pjesa, se thash dua që ta mbyllim me një aspekt të bukur të punës sonë që praktikisht kemi një profesion ne gazetarët që nuk është asnjë ditë e njëjtë. Patjetër, po. Është e ndryshme, edhe ndonjëherë na duket sikur edhe nuk punojmë xhanëm, sepse duke qenë që I bëjmë gjërat me shumë pasion, harrojmë ato orët e gjata edhe ato sfidat, po pyetja ime është edhe për të ngacmuar pak këtu. A mendon se duhet të ketë një kufi mes gazetarisë dhe aktivizmit, si e gjykon këtë? Disa profesionistë mendojnë që ndonjëherë është e pamundur të ruash balancën. Patjetër, është vërtet kjo Si është. e shikon ti dhe si e shikon në pikpamje edhe praktike, duke qenë që bën gazetarin, por bën dhe aktivistin. Unë gazetarinë e shikoj si një mision. Çdo ditë e imja në gazetari e shikoj si një mision. Tentoj të jem objektiv në maksimum, sepse ta thash të kthehet në bumerang dhe ti bëhesh I pabesueshëm dhe publiku është shumë I kujdesshëm te kjo pika, të shikon me lupë, edhe të vlerëson pastaj të jepat vlerësimin të vat damkën pastaj siç ndoshta kanë marrë disa gazetarë dhe ke vështirë pastaj me heq. Sikundër aktivizmin. Aktivizmi im çfarë është? Mbledh tapat çisheve plastike, angazhoj fëmijët e të moshuarit e kudo tjetër nëpër punëra për të mbledhur tapat çisheve plastike dhe për çfarë I bëjmë në ishesin për të siguruar proteza që do t'i siguroj shteti edhe karrige me rrota. Patjetër shumë, patjetër shumë. I ka marrë këto informacionet e brendshme, madje është edhe fushat që edhe biznesmen tjerë ja u kanë marrë si model. Patjetër, jo shumë mirë që e bëjnë, orë nuk kemi ne, shumë mirë që e bëjnë, mjafton të bëjnë mirë, domethënë. Unë e them gjithmonë. Cili është aktivizmi im? Aktivizmi im është që në fund vit të angazhojmë njerëz sepse nuk ka qenë gjithmonë tek e imja personale. Unë duhet të angazhoj njerëz. E kam si indicje të brëmshme sepse unë nëse dua të bëj 20 proteza, shkoj tek një biznesmen, ja qaj hallin, edhe ka dhe biznesmen të ndjeshëm në ky vend, dhe I sigurona 20 proteza dhe ti e mbyll. Unë dua që ai fëmia atje në shkollë duhet mendoj që nga jo tapa shishesh plastike, po ndihmoj dikë. Po, është e vërtet, e kemi diskutuar që ekziston një vizh shumë e hollë të bërit aktivistin dhe gazetarin. Unë I kam premtuar vetes që do ta bëj në mënyrë të tillë që mos I hyjnë hak si njërës edhe si tjetrës. Aty ku është për të bërë gazetarin, do bëj gazetarin, aty ku bëj aktivistin, do bëj aktivistin dhe nuk dua dhe e cilësoj pa përfunduar në optikën time punën e një gazetari nëse thjesht vetëm denoncon. Tek unë, ndoshta puna e gazetarit ajo është denoncoj. Unë si Osman nuk e cilësoj. Dhe po, jam një flie I qetë nga kjo gjëja. Le ta mbyllim me këtë.
Sepse nuk kam mbyllim më të bukur, të falenderoj Osman. Të falenderoj shumë. Realisht e kam ndjer veten shumë mirë në këtë bashkëbisedim që patëm, edhe ndonjëherë edhe për mua janë mirë këto bisedat kështu, sepse edhe un kam një ngarkesë shumë të madhe ndonjëherë që në pamundësi për ta shprehur ashtu siç unë dua, dhe ky podcast ishte një formë mjaft e mirë edhe për mua për të thënë ca gjëra, ndoshta edhe për tu çliruar pak edhe nga ajo ngarkesa e madhe.